Në brigjet e Adriatikut ndodhet një shkollë që jo vetëm edukon, por edhe frymëzon. Shkolla e mesme profesionale Charles Telford Erickson në Golem të Kavajës, një institucion që ka ditur të zhvillohet në përputhje me kohën dhe të krijojë ura lidhëse mes brezave, profesioneve dhe së ardhmes. Me një drejtim dhe profil bashkohor, kjo shkollë është kthyer në një pikë referimi për arsimin profesional në Shqipëri. Këtu dijet nuk mbeten vetëm në libra, ato zbatohen në praktik, në laborator, në terren dhe në situata reale pune. Në kuadër të rëndësisë që ka përfshirja e vajzave në profesione, shpesh paragjykohen si atipike. Shkolla organizoi një aktivitet promovues me titullin Dita e Vajzave, një ditë për të thyer stereotipe, për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të dhënë një mesazh të qartë. Profesionet nuk kanë gjini, por pasion dhe përkushtim. Drejtoresha e shkollës, zonja Matilda Çanaku, theksoi se mbështetja në bizneset lokale, si dhe mundësia për studim në një spektër të gjerë profesional, ka ndikuar drejt për drejt në zgjedhjen e nxënësve. Ajo shtoi se shumë prej nxënësve janë kthyer për të kontribuar sërish në shkollën që i formoi. Për ne bashkëpunimi me bizneset është gjë e më e rëndësishme në shkollë. Marrëdhënia me biznesin në vitet e fundit ka marrë tjetër fokus dhe tjetër qasje. Nxënësi përveç se bën praktikën profesionale në shkollë, e ka të domosdoshme që ta bëjë praktikën edhe në biznes. Ndërsa ideuesja e projektit, zonja Entela Dimni, tregoi se Dita e Vajzave ka si synim të frymëzojë të rejat që të ndjekin pasionet e tyre, duke zgjedhur lirisht profesionet që dëshirojnë larg paragjykimeve sociale. Këtë aktivitet në bashkëpunim me gjithë bashkëpunëtorët e tjerë e bëjmë sepse duam që të tërheqim vajza në profesione atipike. Për shembull, në shkollën tonë kemi drejtimin veterinari dhe duam që të tërheqim sa më shumë vajza në drejtimin veterinari. Në laboratorin e veterinarisë, ku zhvillua praktika mbi kafshët, asistoi edhe profesor Donald Korçuku, i cili vlerësoi seriozitetin dhe përkushtimin e nxënësve, duke theksuar se kjo shkollë ofron kushte reale për punën profesionale. Ka orë caktuara ku jemi edhe ne të detyruar të sjellim te pjesa e laboratorit, pjesa e mikroskopit, pjesa e qepjeve apo pjesa e demonstrimit injeksionesh të gjitha këto. Normalisht bëhen këtu dhe në rast nevoje, sepse normalisht kafsh janë, mund të kemi edhe në një që mund të ketë nevojë për mjekim. Bashkë me nxënësit shkojmë tek baza dhe merremi me trajtimin e kafshëve. Një tjetër zë frymëzues ishte Deisa Tila, studente në përfundim të studimeve të larta në fushën e veterinarisë. Ajo ndau përvojën e saj me drita televizion, duke theksuar se kjo shkollë ka marrë bazat e duhura për suksesin e saj. Sipas saj, edhe pse laboratorët mund të duken modest, janë të mjaftueshëm dhe të krahasueshëm me ato të disa shkollave të larta. Unë kur hodha degët, unë hodha edhe për infermierin, edhe për fizioterapin, edhe veterinarin, to ishin 3 bazat e mia. Unë i kapa të gjithë, përsëri zgjodha veterinarin. Unë isha në gjimnaz, kishim biologji, që biologjia u studionte thellësisht për njeriu, dhe s'kishim një mikroskop, nuk kishim parë ndonjëherë mikroskop, ndërsa këtu na janë krijuar, është krijuar çdo lloj kushti. Megjithatë, sukseset e saj, edhe me laborator mjaft efektiv, shkolla ka ende nevojë për përmirësime të logjistikës dhe për investime të mëtejshme. Grupi i menaxherimit ndoqi nga afër disa prej praktikave mësimore dhe siç tregojnë pamjet, entuziazmi dhe serioziteti është i pranishëm në çdo klasë, laborator dhe ambient pune. Shkolla mesme profesionale Charles Telford Erickson është më shumë se një institucion edukimi. Ajo është një familje e madhe që ndihmon nxënësit të ndrojnë dhe të kuptojnë veten. Ajo është një dritare drejt së ardhmes, një dritare që meriton të zgjerohet edhe më shumë me mbështetjen e duhur nga komuniteti dhe institucionet, sepse kur një shkollë funksionon mirë, ajo nuk formon vetëm profesionistë, por ndërton një shoqëri më të mirë dhe kjo shkollë ja vlen të mbështetet.